Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të përgatisim tavën speciale që mbledh gjithë familjen çdo fundjavë në tryezë dhe ku ka më mirë dhe shijshëm se pulë me patate në furrë. Do t'ju tregoj një salcë speciale që e bën teje të shijshme dhe jep një ngjyrë fantastike. Pula ngelet e butë, nuk thahet dhe plot lengje brenda. Shoqëruar me një sallatë sipas dëshirës e kemi gati vaktin. Le të vazhdojmë si fillim me përgatitjen e salcës. Një qep të bardhë apo të kuqe sipas dëshirës, një domate mesatare ku i kam larguar dhe lëvorën, e ndaj më katësh dhe vendosim dhe atë në blender, 2 thelpinj hudhër. Nëse nuk keni blender, mund t'i grini në rende nga ana e imët. Duhet i bluani mirë që të bëhen pure. Ja pra ku e kemi gati. Më pas do na nevojitet një tas ku do bëjmë përzierjen. Këtu të dashur miq do të përzjeni erëza të dëshirës tuaj. Nuk është e nevojshme të shtoni shumë erëza, çfarë të keni në shtëpi. Të zakonshme siç është rigoni, piperi apo rozmarina, piperi kuq dhe vaj ulliri. Kam shtuar diku te 4-5 lugë gjelle vaj ulliri. Një lugë e gjys gjelle me kos, e mban mishin të butë dhe i jep një ngjyrë teje të mirë. Lëngun e një limoni, kjo është opsionale sipas dëshirës, mund të shtoni dhe më pak, në varësi se për sa vet apo gatuani. Gjithashtu nëse është pula e madhe, vazhdojmë përzijeni mirë dhe salcën e kemi gati. Të gjitha erëzat që un kam përdorur do i gjeni të shkruar aty në përshkrimin e videos. Do na nevojitet një tepsi e madhe ose tepsinë e madhe të sopës. Kam qëruar 1 kg gjys me patate, në fakt ishin diku te 2 kg dhe pasi pastrova dhe i qerova, ngelen 1 kg gjys patate të pastra. Prerjen mund ta bëni sipas dëshirës, të gjata apo dhe në formë kubike. Nëse pulën e keni të prerë apo keni kofsha pule dhe trashje, nuk do i prisni të trasha dhe të mëdha patate, do i prisni pak më të holla, që të harin të piqen dhe mos të ngelen të forta. Ndërsa kur pula është e madhe dhe e pa prerë, do t'ju duhen mbi 1 orë e gjys me 2 orë pjekje. Ndaj dhe kur janë patatet e trasha piqen shumë mirë. Pulat të dashur miq duhet të jetë në temperaturë ambienti. Diku këtu dua të shtoj se kripën mund ta shtoni te salca ose mund të lyeni patatet dhe pulën me krip dhe më pas ta lyeni sipër me salcën. Në fakt kjo është mënyra më e mirë për të bërë llogaritjen e kripës më mirë. Ndaj të dashur miq, kripën do e kujdesni dhe vetë. Gjysmën e salcës e kam përzier me patatet dhe pothuajse gjysmën tjetër me pulën, lart dhe poshtë, gjithashtu dhe brenda. Kam lënë diku te 2-3 lugë gjelle me sal, sepse do më nevojitet ta lyej sërish më vonë, do e shikoni dhe gjatë videos. Është e rëndësishme që pula mos të jetë e ftohtë nga frigoriferi. Duhet ta largoni diku te gjysmë ore të paktën me 1 orë, që të ngrihet temperatura dhe të harrin temperaturën e dhomës. Në këtë mënyrë do t'ju piqet më mirë deri brenda. Gjithashtu i mban dhe më mirë lengje. E mbulojmë si fillim me letër përpjekje dhe më pas me letër alumini. Kemi nxehur furrën në 220 me 230 gradë dhe do e vendosim përpjekje një zgar sipër fundit. Për afërsisht 1 orë, nuk do e lëvizni fare, nuk do e hapni. Pas 1 ore do e zbuloni që të fillojë të marrë ngjyrë. Pasi ta zbuloni, do filloj të marrë ngjyrë, do t'ju duhet diku te 20 me 30 minuta. Do e kujdesni dhe vetë derisa të marrë ngjyrë të artë sipër, siç e shikoni dhe në video. Më pas do e largojmë nga furra dhe do e kthejmë nga ana tjetër. Siç do e vini re, tava është mbushur me lengjet e veta, pra që ka lëshuar pula, salca dhe patatet, kështu që nuk ishte fare e nevojshme të shtojmë ujë, por kjo varet dhe nga badësia e pulës. Do e kujdesni dhe vetë, nëse ka nevojë për ujë mund të shtoni pak. Siç ju thash pak më parë, lam pak salcë mnjan, të cilën do e përdorim në këtë moment në pjekjen përfundimtare. Do lyejmë mirë pulën dhe më pas pjesën e mbetur patatet. Nëse pa dashje keni harruar të lini pak salcë, do e lyeni me një penel me lengjet që ka lëshuar pula vet dhe salca. E vendosim sërish përpjekjet derisa të marrë pula ngjyrë sipër, siç ju thash diku te 20 me 30 minuta të tjera. Pula që un kam përdorur është mbi 2 kg dhe i donte 2 orë pjekje që të piqesh mirë. Pasi që kemi fikur furrën, do mbulojmë sërish pak pulën, që lëngjet e shumta që kanë dalë nga pula gjatë pjekjes, me djersitjen të rimarrë aq sa duhet që mos të dalë e thatë brenda. Të shkrinë në gojë dhe të jetë tava më e mirë që keni provuar. Do e mbuloni jo më tepër se 15 minuta, nuk ka nevojë. Kështu që të vazhdoni duke shijuar ashtu siç është e nxehtë. Do e servirni me sallatën të dëshirës tuaj. Dhe ja pra të dashur miq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, mos harroni të jepni një like, gjithashtu ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe u bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë u dëgjofshim në recetën e radhës.